Kur qeveria vendosi në fund të vitit 2018 të mbyllte përfundimisht kategorinë e basteve sportive, shumë besuan se epoka e errët e bosëve të Kumarit do të merrte fund. Por rikthimi i tyre duket se ka nisur më herët se miratimi i ligjit të ri dhe protagonistët janë sërish personazhe që spaku i ka në radar. Gazetarja Ula Xama ngriti disa ditë më parë shqetësimin se bastet sportive ilegale po lulëzojnë nëpër Shqipëri pa asnjë kontroll nga autoritetet. Në çdo cep të Tiranës dhe qyteteve kryesore shqiptare po mbin si kërpudha lokalet me logot misterioze 333 dhe CR7. Në pamje të parë janë thjesht kafene sportive, por në realitet aty bastet ilegale online ofrohen pa asnjë pengesë, madje me garancinë e plotë të bosëve që presin vetëm vulën formale nga Komisioni i Licencave. Pas këtyre investimeve, miliona euro shef shihet grupi i njohur Doshi Babasi. Lokalet 333 janë marka e maskuar e kompanisë ilegale të basteve online Bet33 pronësia Tom Doshi të Niklas dhe ndriçim Babasit fushkrujës. Tashmë në lojë janë futur edhe fëmijët e tyre për të mësuar këtë biznes luksoz dhe fitim prurës. Skema funksionon në mënyrë të thjeshtë por efektive. Lokalet hapen me nipte të regjistruar në emër të personave fizik që mbajnë emrin tregtar 333 Coffee ose CR7, duke maskuar kështu aktivitetin real të basteve të paligjshme. Ku janë fshehur ministri i Brendshëm Ervin Hoxha dhe kryepolici Ilir Proda? A nuk e shohin ata lulëzimin e përditshëm të këtyre pikave të basteve në mes të Tiranës? Ndërkohë që strukturat ligjzbatuese po kënaqen me arrestime sporadike dhe me operatorë të vegjël thjesht për të prodhuar statistika boshe, bosët e mëdhenj po derdhin miliona euro duke hapur lokale dhe duke sfiduar haptazi shtetin.